Problemi i mungesës së fondeve për ndërtimin e rrugëve që qeveria i ka shpallur prioritet ka dalë në pajë dhe gjatë vizitës së kryeministrit Berisha në tunelin e Krabës, përgjatë autostradës Elbasan-Tiranë. Gjatë inspektimit të punimeve, ndërsa është shoqëruar me këngë greke, administratori i firmës ndërtuese Dimitraj Shkotras është ankuar se deri tani nuk ka marrë asnjë qindark nga qeveria shqiptare, edhe pse sipas tij është kryer 1/4 e punimeve. Gjithë kjo punë deri tani është bërë pa u paguar, pa marrë asnjë lek. Vetëm se u premtuam që do ta bënim edhe e bëm. Nga ana tjetër, kreu i ekzekutivit jo vetëm nuk ka dhënë ndonjë shpjegim për moslevrimin e fondeve për këtë vepër të rëndësishme, por është hedhur në sulm ndaj opozitës. Duke rikthyer në vëmendje seancën parlamentare kur diskutohej ndërtimi i tunelit, Berisha akuzoi deputetët socialistë që sipas tij kërkuan të bllokonin segmentin më të rëndësishëm të korridorit të 8. Nuk mund mos kujtoj këtu një natë të gjatë në parlamentin shqiptar. Nata më e gjatë në karrierën time politike në parlament, kur me përpjekjet më të jashtëzakonshme, ata të cilët përdoren pushtetin e tyre për të bllokuar statusin e vendit, bën gjithçka për të bllokuar buxhetin për korridorin Tiranë-Elbasan. Bën gjithçka deri në ora 5 të mëngjesit. Në mënyrë më të pabesueshme, por dhe të papërgjegjshme. Ata personalizuan korridorin me Sali Berishën dhe harruan që ky është korridori miliona shqiptarëve.